ku e merrte shembullin Shqipëria për sistemin tonë të ndërlidhjes, te kinezët, te rusët? Po, fillimisht kuptohet, jo kaq moderne, fillimisht e morëm nga rusët. Sepse rusët janë si theme, baballarat e ndërlidhjes. Dhe më vonë pasaj kuptohet që u lidhëm me Kinën, unë e di dhe historinë si janë marë, në gjvit janë marë, që është bërë kontrata, sepse fatmirësisht ka qenë të i matë në atë delegacion. Por gjithmonë kjo ngelet, a pjesa tjetër kaloi me që jo brigadat e këmësorisë e këto. Po kryesorja ishin divizionet. Dhe duhet dim që ministria në rast lufte, drejtuesit e ministrisë në rast lufte, nga qendra në Tiranë, vinin këtu dhe këtu e kishin, këtu do hanin, këtu do pinin, këtu do flinin, këtu do komandonin. Të gjitha bëheshin këtu.